Çfarë po ndodh me Gjestin? Zbulohen detajet ronditëse nga incidenti i djeshëm. Ngjarja që tronditi fansat e artistit të njohur Besart Kelmendi, i njohur nga publiku si Gjesti, ka marrë një kthes edhe më dramatike. Pas raportimeve të para për ndalimin e tij nga policia për armëmbajtje pa leje, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka konfirmuar se ndaj tij janë ngritur edhe 2 akuza të tjera serioze: kanosje dhe asgjësim apo dëmtimi pasurisë. Sipas burimeve tona, situata ka shpërthyer në mënyrë të papritur në zyrat e kompanisë Onima, kompania që menaxhon të drejtat digjitale të artistit. Burime pranë ngjarjes tregojnë se përballja mes artistit dhe përfaqësuesve të kompanisë ka qenë tepër e tensionuar. Debati, i cili kishte kohë që zjente në prapasken, raportohet se ka dalë jashtë kontrolli. Në kulmin e nervozizmit, thuhet se është demoluar një kompjuter i zyrës, duke shkaktuar kaos dhe duke detyruar drejtuesit e kompanisë të therasin menjëherë policinë. Por pse po i ndodh gjithë kjo Gjestit? Konflikti mes artistit dhe kompanisë Onima nuk është i ri. Që nga vera e kaluar, Gjesti ka shpërthyer publikisht me akuza të rënda ndaj kompanisë, duke pretenduar se po i mbanin peng djersën dhe po e pengonin të publikonte projekte të reja muzikore. Nga ana tjetër, kompania ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se kontrata mes palëve është plotësisht e ligjshme, duke akuzuar artistin se po përdor presion publik për të shkëputur nga marrëveshja pa ndjekur rrugën ligjore. Incidenti i djeshëm duket se ka qenë pika kulmore e këtij konflikti të gjatë. Pas denoncimit dhe ndërhyrjes së policisë, artisti është ndaluar për 48 orë, ndërsa situata është përshkallëzuar edhe më tej. Prokuroria Themelore në Prishtinë tashmë ka dorëzuar kërkesë në Gjykata Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këngëtarit. Ngjarja ka ngritur shumë pikpyetje në publik dhe mes fansave. A është ky vetëm një konflikt kontrate që doli jashtë kontrollit, apo ka prapa një histori shumë më të thellë që ende nuk është zbuluar? Ndërkohë, e ardhmja e Gjestit mbetet e paqartë, ndërsa zhvillimet e radhës pritet të dalin në dritë në orët dhe ditët në vijim. Por ajo që rrezikon Gjesti është se për veprat që ka bërë rrezikon mbi 5 vjet burgime në rast të ndodh, kjo do të jetë goditje shumë e madhe për të dhe familjen e tij.